Zgjedhjet përfunduan përmes humësve pati edhe fitues. Për këtë do të flasim me deputeten e Partisë Demokratike zonjë Ria Tabaku, si kandidatja më e votuar e opozitës. Zonja Tabaku, zgjedhjet parlamentare tashmë janë sa larg dhe afër dhe sigurisht për disa ka filluar festa, për disa reflektimi, për disa, më themi, betejë ligjore. Tashmë që procesi po shkon drejt hallkave të fundit, që është ai procesi të ankimimeve, si do ta kujtonit procesin e fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare? Shiko, procesi nuk ka përfunduar akoma, sepse, siç ju e thatë, janë ankimimet. Fatkeqësisht, mënyra se si organizohet zgjedhjet zgjat pafundësisht, numërimi zgjat pafundësisht dhe janë sigurisht edhe çështje për reflektim. Janë reflektim për çfarë duhet ndryshuar. Mua më vjen keq se ky reflektim nuk ka ardhur në 12 vitet e fundit dhe vi edhe me një shije jo të mirë nga gjithë ky procesi i stërgjatur i numërimit, ndërkohë që fatkeqësisht nuk ka vend për festë, nuk ka vend për festë për Partinë Demokratike, sepse rezultati ishte ai që ishte, nuk është ai që pritej, por në këto zgjedhje u vure edhe një influencë akoma dhe më e madhe e të gjithë problematikave që kanë ndodhur në zgjedhje në Shqipëri. Dhe mua më vjen shumë keq që shpesh herë edhe normalizohet kur thuhet që gjithmonë kështu ka ndodhur. Dhe këtë po e them për ta çuar tek pyetja që ju bëni, për ta lidhur atë me fushatën. Fushata ka qenë një fushatë shumë e ngarkuar, sepse modeli që duhej të ndiqe për një sistem të tillë, sigurisht që ty t'impononte që të kishe një shtrirje territoriale. Dhe duke pasur një shtrirje territoriale, unë e pash vetë në person të parë se si ndryshonte influenca dhe përdorimi i burimeve të qeverisë, se si ndryshonte edhe vendimarrja e qeverisë në zonat e Tiranës, në 11 mini bashkit, por nga ana tjetër edhe në zona si Kavaja, si Kamza, në fshatra, të cilat për herë të parë ishin edhe pjesë e fushatës time. Pra kam një përshtypje të dy zonave, të zonave urbane dhe të zonave rurale, për të treguar vështirësitë e kësaj fushate, problematikat e kësaj fushate, po edhe ndërhyrjet që ka pasur gjatë këtij procesi zgjedhor. Ju pranuat një sfidë garuat në listë të hapur, një sistem i cili, më themi, mënyra se si u implementua, u zbatua për herë të parë në këto zgjedhje, ku lista u nda e hapur dhe e mbyllur. Përpos rezultatit tuaj personal që, më themi, jenë deputetja më e votuar e Partisë Demokratike, si do ta kujtoni atë proces, sa sfidues ishte zhvillimi i fushatë të tillë? Ishte edhe një mundësi e re, mënyrë e re se si unë duhet mendoja për të organizuar fushatën, sepse nuk bazohej më vetëm në një zonë elektorale, si më parë as në 2 zona elektorale, po ishte nevojshme që të punoje në të gjithë territorin e qytetit të Tiranës. Sigurisht që më deshën pak ditë, 2 ditë, 3 ditë që unë me veten time të mendoja se si do të organizohesha. Nuk kisha kohë për të marrë vendimin, sepse vendimi ishte shumë i qartë për mua, kudo që t'isha në listë në Partinë Demokratike do isha, dhe për mua kjo është e rëndësishme, ka qenë zgjedhja ime që do vazhdoj të jetë zgjedhja ime për herë gjithmonë, pak rëndësi ka se në cilën pjesë të listës, ndoshta disa procese zgjedhore mund të kem qenë pak më e privilegjuar dhe kam qenë në një pjesë më komode të listës, në disa procese të tjera mund të kem qenë në një pozitë jo shumë komode, si kësaj radhe në listën e hapur. Diskutim nuk ishte në mënyrë absolute për faktin që unë isha në Partinë Demokratike, po më deshën pak ditë them drejtën që ta konceptoja se si do organizohej fushata, sepse secili prej nesh kishte përgjegjësi politike edhe për një deg, por nga ana tjetër kishim edhe përgjegjësi personale për votën personale që duhet ishte e shtrirë në gjithë Tiranën. Përpara se të kalim në çështje të tjera referuar dhe votës personale, ju e përmendën patën rezultat goxha, më themi, rezultati personal ishte goxha i mirë. Por ky rezultat personal duket se po kontestohet edhe nga kandidatë të tjerë brenda subjektit tuaj. Keni koment apo një përgjigje për? Shiko, nuk ka asgjë të keqe që të kërkosh transparencë. Komenti im i vetëm në këto raste është që të bëhet transparencë për gjithë Tiranën. Absolutisht asnjë gjë tjetër në këtë drejtim. Unë kam shumë besim ke integriteti i numëruesve të Partisë Demokratike, ke njerëzit e Partisë Demokratike, ke strukturat e Partisë Demokratike, kështu që jam shumë e hapur për një transparencë totale për çdo lloj gjëje në këtë proces. Arsyeja se ngulakëm ke intensiteti fushatës është se ju në opinionin publik njiheni si politikane, debateve parlamentare, integrimit, komisionet timore, po ndoshta jo shumë veta din që ju jeni nënë e 3 fëmijëve. Dhe si ka qenë kjo fushat me ju? A keni pasur kohë të paktën tani pas zgjedhjeve të rikuperoni kohën e humbur
pasi besoj se keni pas shumë mundësi për qëndruar me ta. Të them të drejtën, 3 muajt e fundit nga pikpamja personale kanë qenë shumë e vështirë. Unë tani vi nga një takim me fëmijët që kishin për 1 qershorin në parlament. Edhe këtë pyetje më bën edhe disa nga ato fëmijët, ato ishin pak më të mëdhenj se fëmijët e mi, se Arba dhe Irisi janë 8 vjeçë, Dreni është 6 vjeç dhe kanë filluar të kuptojnë sigurisht, po ato fëmijët më pyetën se si a del që ta organizosh kohën me fëmijët dhe me punën. Neve na duhet një super organizim familja. Ne nisim ditën me kush do bëj çfarë dhe mbyllim ditën kush do bëj çfarë ditën e nesërme. Kam pasur ndihmën sigurisht bashortit, të prindërve të mi, të prindërve të Sajmirit, po kësaj radhe ndryshe nga çdo fusha tjetër kam pasur mirë kuptimin e fëmijëve. Duke qenë se vajzat janë pak më të mëdha, ja kam shpjeguar, edhe më pyesnin kur afroi dita e zgjedhjeve, javën e fundit më pyesën dhe sa ditë ka. Dhe sa ditë ka. Kur erdhi dita e zgjedhjeve, ne shkuam të votonim që të gjithë, që ato ta kuptonin. Një ditë ishin dhe në shtabin elektoral për të kuptuar dhe ato çfarë ndodhte atje, domethënë se si ishte puna, dhe fatkeqësisht gjatë numërimi shumë, dhe ato filluan dhe një herë dhe sa ditë ka gjatë numërimit. Nuk është asnjëherë lehtë. Është kaq e vështirë që të luftosh gjithë ditën për kohën me fëmijët, për punën, për të vendosur prioritete edhe për punën, se brenda një dite 24 orësh nuk ja del dot asnjëherë, ndihem gjithmonë faj, ndihem gjithmonë keq, se më duket sikur marr nga koha e fëmijëve, po nga ana tjetër, fëmijët më kanë dhënë një energji për të punuar më shumë edhe për të bërë më shumë, kështu që ajo balanca art ndoshta s'ka për të gjetur asnjëherë, po prioriteti janë sigurisht ato dhe çdo gjë tjetër që është në funksion të bërjeve gjëra më mirë për to. Sepse unë e konsideroj politikën edhe si një mjet për të ndryshuar edhe të mirën publike edhe shërbimi publik në funksion edhe një vendimarrje më të mirë. Cili nga 3 fëmijët e kanë ndjerë më shumë mungesën tuaj? Ka pasur një rast, një telefonat në mes të takimit? Ka pasur disa telefonata, përpara se të flejnë gjumë, kërkojnë që të shohin me video, qëllonte që gjithmonë ajo ora që ato shtrihen për të fjetur gjumë, ora 8, maksimumi 8:30, unë isha nëpër takime ose në mbledhje shtabi ose në ndonjë intervistë. Ka pasur raste kur kanë parë nga televizori dhe bashorti ose mami im i bënte një foto duke më parë ato nga televizori. Më kanë pyetur, mami, a ke TikTok? Se kishin dëgjuar që politikanët në klasë, politikanët nxjerrin në TikTok. Më pyetën, a ke Instagram? Më kanë tërhequr vëmendjen kur unë kam nxjerr disa raste gjatë fushatës, për shembull, një mëngjes duke gatuar petulla. Domethënë, tani përveç kritikave të përgjithshme që unë marr, jam edhe në lupën edhe të analizës së fëmijëve. Ndoshta kjo edhe të bën pak më të përgjegjshme dhe pak më të angazhuar për të bërë më të mirën, sepse të shikojnë edhe ato dhe të vlerësojnë edhe ato. Ka pasur disa raste që jam ndier keq në mënyrë të veçantë kur nuk kam qenë aty për t'i vënë për të fjetur. Ne kemi një rregull të artë në shtëpi që përpiqemi maksimalisht që mbas dite njëri nga ne të jetë në shtëpi dhe jo gjithmonë ja kam dalë këto 3 muaj. Mbas është një pyetje që e kam bërë shpesh, sa e vështirë është për një grua të jetë në politikë, po se dia e kam bërë si pyetje, sa e vështirë është për një nën që të jetë në politikë, së mos në Shqipëri. Nuk është e lehtë, është shumë e vështirë. Shpeshherë ty ndihesh keq sepse jo gjithmonë i pëlqen që të gjithëve, ndodhesh edhe në valën e kritikave, shpeshherë, kritikave po e them në mënyrë diplomatike, se shpeshherë këto e kalojnë edhe pak cakun, por s'kam dashur ndonjëherë që as të viktimizohem, as të konsiderohem në politikë thjesht si një grua, sigurisht që unë jam një grua, por jam përpjekur që ta bëj punën njëjtë me çdo koleg tjetër në parlament, pa përdorur as fëmijët, as kohën me to, as angazhimet që kam si justifikim. Aspekti personal gjithmonë ai mund të themi më emocionues, ndaj po lëm më njan për të rikthyer sërish këtë çështje të mund të themi politike dhe ato të brendshme të Partisë Demokratike. Ju e përmendë rezultati është ky që është dhe gjasat janë që edhe kontestimet mos prodhojnë atë se çfarë synon Partia Demokratike, pavlefshmërinë zgjedhore. Këndvështrimin tuaj si do të jetë opozita e Partisë Demokratike nga shtatori e tutje? Shiko, është një keqardhje që kjo ishte një mundësi e humbur për Shqipërinë. Një mundësi e humbur për të organizuar zgjedhjet, sepse ishte hera parë që zgjedhjet zhvillohen me negociata të hapura. Dhe grup kapitulli i parë ka qenë grup kapitulli që lidhet edhe me zgjedhjet. Janë fundamentale që janë ato themeloret dhe zgjedhjet janë elementi kryesor.
Dhe fakti që zgjedhjet janë elementi kryesor atje, unë do kisha menduar që edhe për të hir kësaj retorikës që qeveria ka mbajtur për integrimin, sjellja do kishte qenë komplet ndryshe. Dhe unë I konsideroj këto një mundësi të humbur, edhe në rrugën e procesit integrimit. Po nga ana tjetër e konsideroj procesin integrimit si mënyra vetme për ta ndryshuar Shqipërinë. Sepse unë nuk di instrument më të mirë se si të ketë më shumë kontroll në Shqipëri, se si të ketë më shumë mbikëqyrje në Shqipëri, si të ketë më shumë monitorim në Shqipëri, qoftë edhe për krimin e organizuar dhe për korrupsionin zgjedhor që neve kemi ngritur dhe diskutuar si shqetësim. Kështu që thënë kjo, unë mendoj që opozita do bëjë maksimumin e saj, që ato mandate, cilat janë mandate me të vërtet fituara me shumë luftë, janë mandatet fituara me punën, me kontributin, me djersën, e çdo deputeti që është nesër në parlament nga shtatori, do të bëj maksimumin për të përfaqësuar më së miri vullnetin e demokratëve. Po nga ana tjetër, ne nuk duhet harrojmë që duhet përdorim edhe mënyra të reja. Duhet përdorim sigurisht një frymë të re, edhe për qytetarët, edhe për shqiptarët, që janë në mandat të katërt në mungesë të rotacionit politik. Dhe këtë shpresë duhet patjetër ta ofrojmë. Ne nuk kemi rrugë tjetër. Partia Demokratike duhet patjetër të përballet me këtë, të heci përpara dhe duhet patjetër që të jetë alternativa e shqiptarëve. Gjatë këtyre 4 viteve kemi pasur përballje majorancë, e cila më thënë nuk ka qenë ndër më dashamirëset në kërkesat e opozitës në Kuvendin e Shqipërisë. Tashmë do keni një parti socialiste me 83 mandate parlamentare. Sa më themi e vështirë të jetë arritja e objektivave të opozitarizmit në kuvend përballë më themi majorancë e cila është edhe më e fortë se si ishte gjatë këtyre 4 viteve. Shiko, seanca ditës së njëjtë ishte një ogur I keq, ishte një hap I parë I keq I nisjes së seancës. Unë do kisha menduar që ndoshta do kishte pak edhe për ulje nga ana e tyre në komunikim, sepse nuk e pres që kjo të ndodhi në sfera tjera, dhe ndërprerja e fjalës opozitës, mungesa e debatit parlamentar, mungesa e marrjes së vendimeve për zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese, mungesa edhe hapjes komisioneve hetimore, se kjo ka qenë prologu I këtyre 4 viteve. Unë shpresoja që të ishin thjesht një retorik politike 4 viteve të shkuara, po duket që kjo sjellje dhe kjo tendencë do të vazhdoj. Po Partia Demokratike nuk duhet të ndalojë, ka këtë betejë jo vetëm për Partinë Demokratike, ka këtë betejë edhe për demokracinë, edhe për demokracinë dhe për institucionet demokratike. Gjatë këtyre 4 viteve kemi parë, më themi, shumë aksione të opozitës. Jo ai ekstrem si djegës mandate, po disa tjera që kanë shkuar deri në përplasje në sallën e kuvendit. Çfarë do të bërë ndryshe tashmë, për të folur në terma konkret? Le t'ia lëm këtë institucioneve dhe strukturave të Partisë Demokratike për ta vendosur, për ta eksploruar këtë rrugë. Unë mendoj që neve duhet bëjmë patjetër denoncimet kudo që kemi mundësi ato, edhe në nivel ndërkombëtar, dhe për ta ngritur çështjen e zgjedhjeve edhe në nivel ndërkombëtar. Nuk është rrugë e lehtë, nuk është rrugë e shkelur, sigurisht që është një rrugë e pa shkelur, por ne duhet ta bëjmë këtë dhe duhet ta bëjmë patjetër tani, që ta fillojmë me këtë prioritet për zgjedhjet. Ndërkohë që paralelisht, sigurisht edhe një diskutim, një reflektim në Partinë Demokratike, por edhe një diskutim I brendshëm me shnesh për atë që u bë mirë, atë që u bë keq dhe çfarë duhet patjetër neve të ndryshojmë në rrugën përpara. Referuar këtyre diskutimeve brendshme, çfarë kuptoni? Do të ketë, më themi, edhe vendimarrje tipit që ndryshime leadershipin të do? Unë e kuptoj shumë mirë që media sot kërkon lajmin, e kuptoj shumë mirë që media sot është e interesuar që të ketë debat në Partinë Demokratike, po unë do të mirë kuptoj aty që ta mbajmë fokusin mbi qeveri dhe ta lëmë Partinë Demokratike t'i marrë vetë vendimet e veta, t'i bëj vetë analizat e veta, t'i bëj vetë në forumet e saj. Nuk na ka bërë mirë në të shkuarën, nuk besoj që na bën mirë dhe sot. Një opozitë e fortë bën një qeverisje më të mirë. Ndaj është pyetja, si do të jetë opozita e fortë? Ju jeni në drejtën tuaj të bëni pyetje, do jam në drejtën time t'ja përgjigjen. Patjetër, për të shkuar, më themi edhe drejt fundit të intervistës, ku e shihni veten gjatë 4 viteve të ardhshme? Do të jeni sërish në kryet betejave për integrimin apo nuk e di se ku do të jem, do të jetë një diskutim sigurisht I strukturave të Partisë Demokratike, po e sigurt është që do të jem në parlament, do të përpiqem të bëj maksimumin, do të përpiqem të flas për ato çështje të cilat I ka mbajtur si kauza, do vazhdoj të mbaj si kauza, qoftë integrimi, qoftë lufta ndaj korrupsionit, qoftë ekonomia, qoftë shtresa mesme dhe grupe të cilat janë përpjekur që t'i flas. Por kësaj radhe
kam edhe një fokus të veçantë, meqense neve e nisëm diskutimin bashk për nënat dhe për sfidat e nënave, kam një fokus të veçantë edhe për zonja dhe për gratë. Sepse kjo retorika politike që ne mbështesim gratë është përveç se është boshe, po është edhe shpesh herë edhe demotivuese për zonja dhe gratë. Dhe do të jetë një fokus i veçantë se si mund t'i ndihmojmë dhe t'i mbështesim konkretisht gratë dhe të rinj. Sot Shqipëria është duke u zbrazur dhe dy grupet që largohen më shumë janë familjet dhe të rinjt. Dhe ne duhet bëjmë çdo gjë për këto dy grupe që t'i japim siguri që ne do jemi përfaqësuesit e tyre. Ju përmendët 3 mandate opozite dhe i 4-ti pritet të shkojë sërish opozitë. Çfarë do të bëj Partia Demokratike në këndvështrimin tuaj që në zgjedhjet e ardhshme, kurdo qofshin ato, të konfirmohet si forcë qeverisës, alternativë qeverisës dhe jo opozitma? Partia Demokratike duhet luftojë çdo ditë. Partia Demokratike çdo ditë duhet prezantojë alternativën e saj dhe Partia Demokratike do punojë çdo ditë sikur është dita e fundit e fushatës. Unë besoj që nuk kemi zgjidhje tjetër përveç se të angazhohemi të gjithë në këtë betejë dhe nuk kemi asnjë alternativë tjetër përveç se të jemi ne në ballë qoftë të betejës për votën e lirë, po qoftë edhe në ballë betejës për përfaqësimin e shqiptarëve. Kërkesa çdo ditë për zgjedhje të lira të ndershme, kërkesa çdo ditë për zgjedhje të parakohshme, kërkesa çdo ditë për qeveri teknike, por njëkohësisht kjo është shoqëruar edhe me alternativën tonë, edhe me ofertën tonë. Cila mund të ishte kjo alternativa? Se ishte goxha intrigante kjo përgjigje. Alternativa jonë është sigurisht ajo ekonomike së pari. Alternativa jonë është meritokracia, se si do duam të ndërtojmë një sistem të drejtë. Alternativa jonë do të jetë se si administrata publike mund të lihet e lirë, e qetë, pa influencuar politikisht bëj punën e saj. Në të gjitha fushat, qoftë në energji, në infrastrukturë, në turizëm, duhet patjetër që krahas opozitarizmit neve për çdo betejë tonën të japim dhe alternativën tonë, programin tonë. Kuptohet, po betejë duket se do shkojë edhe në rrafshe të tjera. Janë dhe betejë, ju përmend pak më parë vendimarrjen e brendshme të strukturave të Partisë Demokratike. Cila do të ishte thirrja juaj, edhe ndaj disa kolegëve tuaj, të cilët duket se kanë pasur kërkesa për, pse jo dhe ndryshim në leadershipin e PD-s? Le të diskutojmë këto në forumet e Partisë Demokratike. Kjo është fjalia që do them, kjo është fjalia që sigurisht bën sens në këtë moment. Fakti që në Partinë Demokratike debatet e brendshme kemi bërë debate publike, shpeshherë nuk na kanë ndihmuar. Kështu që unë e di që ti do më mirë kuptosh që unë nuk do t'i përgjigjem kësaj pyetje, përveç se të gjitha diskutimet le t'ia lëm Partisë Demokratike ti marr. Një pyetje, ju konfirmuat si deputet në Kuvendin e Shqipërisë, a do të jetë një koleg i cili do t'ju mungoj për shkak se o nuk kandidoi ose nuk arriti të zgjidhej? Është shumë e vështirë që unë të ndaj tani se cili koleg do mungoj dhe gjithmonë ti mund të bësh gabimin që gjithmonë të ta harrosh dikë. Por Partia Demokratike kishte zonja shumë të mira mandatin e shkuar, kishte zonja shumë mira që kandiduan në listë të hapur këtë vit që ndoshta s'ja dolën dhe sigurisht mendimi im është për përfaqësimin e zonjave në parlament. Faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit juve.